Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka treguar ekskluzivisht në Rubicon arsyeën e tërheqjes së tij nga posti i udhëheqësit të kësaj partie. Haradinaj renditi 3 arsyet kryesore pse mori këtë vendim që s'ishte hiç i lehtë. Sot kemi mbajtur Këshillin e Përgjithshëm, i kemi dakorduar trupat zgjedhore për me mbajt zgjedhjet e brendshme, e kemi votuar edhe rregulloren e brendshme për kandidaturat dhe e kemi marrë vendimin për shpalljen e zgjedhjeve prej 9 degëve deri te kryetari i partisë, tha ai. Kësaj here do ta shfrytëzoj të drejtën të mos kandidoj, pra nuk do kandidoj më për kryetar të Aleancës, se kam kryer kandidaturën për kryetar, kam pasur nderin ta udhëheq Aleancën që nga themelimi dhe të jem themeluese, kam pasur nderin të udhëheq njerëz shumë të zotë të Kosovës, të ju prij atyre. Ata i kanë shërbyer Kosovës atë dheut e demokracisë në udhëheqjen time. Do ta kem nderin që të ju shërbej atyre, u shpreh Haradinaj. Janë disa arsye pse kam vlerësuar kështu. E para është jetëgjatësia, e dyta është rezultati jo i mirë zgjedhor. Ajo që është më kryesorja është se dua t'i shërbej demokracisë dhe për faktin se në aleancë ka njerëz të zotë, shumë shpresa dhe besimi im është që ata do t'i ngrisin aleancës një parti fituese, u shpreh Haradinaj. Deputetët e Kuvendit të Kosovës formuan organin ligjvënës dhe më pas zgjodhen edhe qeverinë e re më 11 shkurt. Albin Kurti, kreu i partisë fituese të zgjedhjeve të dhjetorit, lëvizjes vetëvendosje, do të qeverisë edhe për 4 vitet e ardhshme, ndërsa bashkëpartiakja e tij Albulena Haxhiu do të udhëheqë kuvendin. Në lidhje me konstituimin e kuvendit dhe atë se çka mund të presim nga qeveria Kurti 3 për bota sot, foli profesori Enver Bytyçi. Fillimisht ai u shpreh se ishte shumë pozitiv që brenda ditës u konstitua kuvendi dhe u zgjodh qeveria e re. Megjithatë, kishte edhe disa kritika për partitë opozitare dhe bllokadën që e krijuan për muaj të tërë. Ishte surprizë shumë e këndshme ajo që ndodhi ditën në Kosovë. Kuvendi i ri i Kosovës brenda ditës votoi jo vetëm kryesinë e kuvendit, por edhe qeverinë e re Kurti 3, e cila do të ketë mandat 4 vjeçar. Dita e djeshme dëshmoi se sa e lehtë ka qenë që kjo punë të bëhej nga ky kuvend pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, por partitë e opozitës bojkotuan, ndërkohë që para një viti sovrani pati votuar që koalicioni i vetëvendosjes të qeveriste në bashkëpunim me njërin prej partive të opozitës. Opozita refuzoi. Kosova u mbajt për një vit në ngërç politik, sovrani e zgjidhi këtë ngërç, duke injoruar qëndrimet e opozitës dhe duke votuar në shumicë absolute koalicionin e vetëvendosjes dhe Albin Kurtin. Kjo do të thotë se qytetarët e Kosovës janë më konstruktiv, më racional dhe marrin vendime për zgjidhje kur politika nuk vepron në interesat e tyre, nënvizoi profesori. Krahas kësaj, Bytyçi përmendi edhe faktin se ndërkombëtarët pritën formimin e qeverisë së re, derisa shpreson që deri më 5 mars edhe presidentja do të zgjidhet. Miratimi i qeverisë së re dhe programi i kësaj qeverie ditën e djeshme është përshëndetur nga shumë aktorë vendase të huaj. Kosova prej ditës së djeshme shihet si partnere e legjitimuar nga vota e qytetarëve në marrëdhëniet e saj me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe botën tjetër që e rrethon atë. Tani do të duhet me urgjencë të votohet buxheti i shtetit për vitin 2026, i cili u bojkotua gjithashtu nga opozita vjeshtën e kaluar dhe pas kësaj vjen radha e zgjedhjes së presidentit. Deri më 5 mars, Parlamenti i Kosovës do të duhet të përmbyllë gjithë procesin e rëndësishëm të konstituimit të institucioneve më të rëndësishme të shtetit dhe jam i bindur se do të kryejë edhe obligim me përgjegjësi. Më tej, profesori u ndal edhe tek zgjedhja e Haxhiut si kryeparlamentare, ku e mikpriti një gjë të tillë, ku tha se ndonse atë nuk e deshi opozita, e deshën qytetarët. E nisur nga kjo, potencoi se në rast se Osmani zgjidhet presidente, atëherë Kosova do të ketë 2 gra në pozitat kryesore të shtetit.